Ka disa arsye pse nuk frenoni dot me një gisht apo me 2 gishta motor. Një nga arsyet mund të jetë që s'keni ndruar alkoolin e frenave që ne e pam te video kaluar. Arsye tjetër mund të jetë që s'keni pastruar ndonjëherë pistonat e frenave dhe s'keni ndruar ferrotat. Pikërisht do mësojmë në këtë video si pastrojmë pistonat dhe si ndrojmë ferrotat. Për këtë gjë do na duhet një brake cleaner e motulit, do na duhet një furçe, një kriket, një hapës pistonash, që zakonisht në Shqipëri nuk përdoren fare nëpër servise si hapin me kaçavit, dhe ferrotat, në rastin tim Brembo. Si fillim do hapim nofullat e frenave me ndihmën e një kriketi. Pasi heqim vidot, kjo duhet dali tani. Okay. Shikoni sa pis janë pistonat edhe ferrotat gati në fund. Bëjmë dhe krahun tjetër. E njëjta gjë edhe nga krahu tjetër. Okej, tani me ndihmën e këtyre do hapim, nxjerrim ferrotat e vjetra. Hapim këto pinet këtu. Dhe tani ferrotat e vjetra dalin shumë kollaj. Bashkë me pasqyrat që do i marrim prap. Këtë pjesën këtu tani, heqim dhe këto kliponet këtu. Këtë do e pastrojmë gjithën. Po t'i shtypim frenat, do shohim që pistonat fillojnë edhe afrohen. Okej, këta do i pastrojmë tani edhe do i hapim prapë pastaj për të futur ferrotat e reja. Këto tani do i pastrojmë me brake cleaner nga motuli, i spërkasim. Po dhe shikoni tani janë më të pastra. Tani do i fusim një t'lame me shkum. E do i shplaj me ujë. Tani fajmë ajër. Edhe nga krahu tjetër njëjta gjë, do lërojmë këto vidat dhe pastaj do i pastrojmë. Tani me ndihmën e kësaj shtytëses pistonave do i shtyjmë pistonat. Tani do fusim mbajtësen e ferrotave. Tani do fusim ferrotat në vend të vet. Dhe do i fusim vidat. Për të mbajtë në vend.
Tani me një copë drurit pa dëmshme i çojmë këto në vend vet. Mund hapim dhe pak pistonat. Tani këta e fusim vend vet. Dhe kaq ka ky krah, tani e mbërthem dhe bëjmë dhe krahun tjetër. Tani do shtypim frena sa shkojnë pistonat në vend vet. Edhe provojmë avash në rrugë.